Shikues të nderuar, këtë Alpo Televizioni u përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Mungesa e mjekëve specialistë dhe aparaturave ka bërë që në Spitalin e Gjirokastrës të ketë një fluks pacientësh nga qarku, kryesisht nga Tepelena dhe Përmeti, ku spitalet përkatëse sipas qytetarëve janë kthyer në qendra shëndetësore dhe jo spitale të mirëfillta. Një tjetër kosto për këta të fundit është dhe rruga që u duhet të bëjnë dhe çmimet e larta për mjetin e transportit. Mungesa e mjekëve specialistë por edhe aparaturave detyron banorët nga qarku të drejtohen Spitalit Rajonal Omer Nishani në Gjirokastër duke krijuar fluks vizitash. Të ardhur nga fshatra të thellë, pacientët jo vetëm shpenzojnë para për rrugën, por edhe në Spitalin e Gjirokastrës janë të detyruar të presin për një shërbim. Ata thonë se u duhet të bëjnë disa orë rrugë për të mbërritur në spital, donse kanë sëmundje të ndryshme, duke u hapur një tjetër problem. Spitalet e Tepelenës dhe Përmetit, sipas asaj që deklarojnë njerëzit, ju përngjajnë qendrave shëndetësore ku pacientët nuk mund të marrin më shumë shërbim, përveç injeksioneve të lehta. Në Tepelenë, skaneri i prishur 3 vite më parë nuk është rregulluar ende, ndërsa në Spitalin e Përmetit ky shërbim nuk është ofruar asnjëherë. Gjirokastrit jam. I bëra komplet tëra, se jam me diabet edhe i bëra tëra. Bëra sot e nesër do vish ti marrësh në 11:00. Në Tepelenë. Po kam vizitë, nuk e di, nuk funksionon. Derisa vi nuk funksionon. Jo na kushton për më tej na kushtimi, më tej na masa. Unë më smon me zëm, e ka dërgu. Këtu vim me bëjmë. Edhe unë të punë, Tepelenë. Brenda Tepelenë. Ti do edhe një ditë në fshat. Shumë i largët. Nuk u vim me skrapari një. Po, këtu shpresojmë. Edhe presim 12.000 lekë në Tepelenë. Plus 3.000 lekë dy këtu. 5.000 lekë. Po ka edhe këthimi mëse? Po, 3.000 lekë. Së në dhe pimin kafeni. Në velen, jo, gjikun di. Këtu, vetëm këtu, unë jam i smur me zemër, kam bërë 3 ndërhyrje. Dhe këtu i më bëjtis. Dhe për këto për zdo 6 muaj. Tepelena, marim këto rekomandimet. Kirurët janë këtu, në Gjirokastër, ka Tepelena. Halli, dhe bje. Bje halli. Të tiruar, të operojmë. 10 ponjë. Ka kiru. Ruajmë. Tu në Tiranë. Nuk ka që 4.000 lekë, gjithu 10. Jo, s'kemi mjek Tepelenë, ngremi e jam në fshati i Tepelenës në veçisht. E bi këtu e. Unë hella vizova na zemra, kam 500 lojshë mëne. Këtu hella për veshët, doktor s'ka. Veshët jo, njerë në të mkurë, thot, një javët bjën. Do vi prapë një javë, unë dua lekë të dynjas, unë 500.000 lekë ma. Tepelena, alamet spitali, si Gjirokastra nuk ka doktora fare. E bim këtu, gremi në anës, bim këtu. 20, ato 30 mi. E së mure, plot. Nga Përmet, ka mjek plot në Përmet, po unë bëra një skandër të mu shkrive rruga. 2.000 lekë, fugoni. S'ka pasur skandërën në Përmet. Të gënjejmë të ashti radiografi skopik, këto janë, po skandër jo. Të visha ndaj këtu unë morsha ime me fugon, si nuk shërbim, po të shtë bëjmë. Jemi ndetiruar të vim. Na Tepelena. Mjek nga kanë adresuar këtu, se bënë vizitat, nuk kam mjek për problem që ka plaka. Dhe ke marrë një shënim në doktori. Kosta pa tjetër edhe të shpje dhe kur ha bukë ka kosta, jo të di shkëtu. Pishat në kurorën e Gjelbërt në Kërsull janë prerë duke dëmtuar ekosistemin. Ky fenomen ndodh çdo vit, ndërsa askush nuk është vendosur përpara përgjegjësisë. Disa pisha në Kërcull në qytetin e Gjirokastrës janë prerë së fundmi. Kjo situatë përsëritet çdo vit, ndërsa autorët e një akti të tillë nuk janë gjetur. Gjatë dimrit ky është një fenomen i zakonshëm, ndërsa në verë përfshihen nga flakët, por pavarësisht kësaj situate, masat e marra për keqbërësit kanë qenë të pakta. Këto pisha janë mbjellë nga nxënës të gjimnazit Asim Zeneli në vitet 60-70. Prerja e tyre po dëmton kurorën e pishave të Kërcullës, duke rrezikuar edhe ato pak hapësira të gjelbërta që kanë mbetur në qytet. Ndalemi tashmë në Renz, një tjetër rast i lojrave të fatit është konstatuar nga Blutet e Tepelenës, ku ka patur disa persona të proceduar penalisht. Në vijim të punës për evidentimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale të ushtrimit të paligjshëm të lojrave të fatit, bazuar dhe në informacionet të siguruara në rrugë policore, specialistët e seksionit për hetimin e krimit në komisariatin e policisë Tepelen kanë arrestuar në flagrancë shtetasin me inicialet AM 55 vjeç banues në Memaliaj, administratori një lokali pasi kishte vënë në dispozicion ambientet e lokal që administronte për organizimin e lojrave të fatit.
Gjithashtu proceduan penalisht shtetasit me inicialet BM 60 vjeç banues në Memaliaj, pronari i subjektit, dhe shtetasi me inicialet JE 34 vjeç klienti i subjektit, pasi u konstatuan duke ushtruar aktivitetin e lotarive të palejuara në subjektin e shtetasit me inicialet AM. Nga kthyrja e aparateve celulare të këtyre dy shtetasve janë gjetur programe që përdoren për organizimin e bastave sportive online. Materialet e ngarkim të shtetasve të mos përmikaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor Gjirokastër për veprat penale, organizimi i lotarive të palejuara, pjesëmarrja në lojrat e fatit që zhvillohen në kundërshtim me ligjin dhe vënia në dispozicion e lokaleve për lojra të palejuara. Liria e medias në Shqipëri ka patur sërish problematika në vitin 2021, kjo si pasojë e rritjes së kontrollit nga ana e qeverisë shqiptare në rrjedhën e informacionit, ndërkohë që veprimet e rënda të policisë ngritën gjithashtu shqetësime. Liria e medias në Shqipëri ka patur sërish problematika në vitin 2021, kjo si pasojë e rritjes së kontrollit nga ana e qeverisë në rrjedhën e informacionit, ndërkohë që veprimet e rënda të policisë kanë ngritur të tjera shqetësime. Kështu janë gjetit e raportet e Institutit Ndërkombëtar të Shtypit për vitin 2021, i cili ka konstatuar shkelje të drejtave të punonjësve të medias dhe në vende të tjera të Evropës. Liria e medias në Shqipëri vuajti në vitin 2021 për shkak të shqetësimeve për forcimin e mëtejshëm të kontrollit të qeverisë mbi rrjedhën e informacionit. 14 alarme u gritën nga 24 individ ose subjekte mediatike të prekura, thuhet në raport. Ky fund evidenton disa raste të dhunës së policisë ndaj punonjësve të medias, një tendencë që ka ardhur në rritje vitet të fundit. Kjo përfshin përdorimin e forcës ndaj gazetarëve dhe operatorëve nga efektivët, ndërsa punonjësit e medias ishin duke bërë punën e tyre. Sipas gjetjeve të fundit, gazetarët në Shqipëri vazhdojnë të operojnë në një klim jashtëzakonisht të vështirë, veçanërisht kur përpiqen të kenë akses në informacion. Agjencia për Media dhe Informim nis me kryeministrin Edi Rama sipas raportit do të centralizojë të gjithë komunikimin dhe rrjedhën e informacionit me median. Kufizimet e aktivitetit të gazetarëve në parlament dhe aksesi i tyre tek deputetët me anë të rregullave të reja përkeqësuan gjithashtu mjedisin për lirinë e medias. Shqipëria aktualisht renditet e 84-ta në indeksin botëror të lirisë së shtypit të reporterëve pa kufi, një renditje që ka rënë me 9 vende që nga viti 2018. Shtrëngimi i çmimit të energjisë elektrike ka arritur sot tepërmi vështirësitë për fabrikat e përpunimit të mishit dhe të qumshtit. Kompanitë pohojnë të shqetësuar se furnizimi me çmim 3-4 herë më të lartë se më parë ka shtuar edhe kostot e prodhimit. Shtrëngimi i çmimit të energjisë elektrike ka arritur sot tepërmi vështirësitë për fabrikat e përpunimit të mishit dhe të qumshtit. Kompanitë pohojnë të shqetësuara se furnizimi me çmim 3-4 herë më të lartë se më parë ka shtuar kostot e prodhimit. Për të përballuar rritjen e lartë të tarifës të energjisë, bizneset kërkojnë ndërhyrjen e qeverisë me zbatimin e masave lehtësuese. Javën e ardhshme pritet që shoqatat e bizneseve t'i prezantojnë qeverisë masa konkrete zbutëse ndaj sipërmarrjes së prekur nga çmimi i energjisë elektrike. Bizneset përpunuese nuk mund të përballojnë rritje të çmimit më të lartë se 20%. Nëse qeveria nuk merr masa për amortizimin e rritjes së çmimit, do të ketë falimentime zinxhir të fabrikave përpunuese. Prodhuesit e kanë të pamundur që shtimin e kostove të transferojnë te rritja e çmimit të produkteve, pasi automatikisht do të favorizojë rritja e shitjeve të mallrave të importit. Produktet e rajonit do të shiteshin me çmime më të lira se ato vendase, pasi kostot e prodhimit u janë prekur nga rritja e lartë e çmimit. Industria po vuan edhe rritjen e çmimeve të lëndës ndihmëse për prodhimin e sallamit dhe produkteve të tjera të mishit, si dhe rritjen e çmimeve të karburanteve. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme e Shqipërisë ka njoftuar se Këshilli Evropian ka përditësuar rekomandimin për heqjen e masave kufizuese për udhëtimet jo thelbësore drejt Bashkimit Evropian. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme e Shqipërisë ka njoftuar se Këshilli Evropian ka përditësuar rekomandimin për heqjen e masave kufizuese për udhëtimet jo thelbësore drejt Bashkimit Evropian. Këshilli rekomandon që shtetet anëtare të BE-s duhet të lejojnë udhëtimet jo thelbësore edhe për vendet e treta, që janë pjesë e listës së BE-s për heqjen e kufizimeve, ku përfshihet edhe Shqipëria. Duke filluar nga data 1 mars, do të lejohen të udhtojnë drejt vendeve të BE-s personat e pajisur me Green Pass nga BE ose OBSH me kushtin që të ketë kaluar të paktën 14 ditë nga marrja e dozës së fundit dhe jo më shumë se 270 ditë përpara mbërritjes në një shtet të BE-s. Po ashtu do të lejohen personat e rikuperuar nga COVID-19. Ministria njofton se për disa nga këta udhëtar mund të zbatohen masa shtesë si testimi PCR përpara udhëtimit. Për fëmijët e moshës 9-6 vjeç, Këshilli rekomandon të mos kërkohet apo zbatohet asnjë masë shtesë.
por duhet patur kujdes pasi shtetet anëtare të BE-s gjithashtu mund të aplikojnë masa shtesi i karantinimi. Rekomandimi i Këshillit do të rishikohet sërish brenda datës 30 prill 2022 nga Komisioni Evropian, thuhet në njoftim. Jemi në këto momente me zhvillimet më të fundit nga bota. Të paktën 7 persona humbën jetën dhe 10 të tjerë mbetën të plagosur si pasojë një shpërthimi në një fabrikë të palishme fishek zjarësh në shtetin indian të Himachal Pradesh. Pjesa më e madhe e viktimave janë gra dhe migrantë që punonin në fabrikë. Sipas të dhënave, bilanci mund të rëndohet edhe më tej, pasi shumë nga të plagosurit janë në gjendje të rëndë. Fabrika kishte pak muaj që kishte nisur nga puna dhe banorët e zonës shprehen se nuk ishin në dijeni se brenda saj ishin të depozituara lëndë piroteknike. Momente paniku për këngëtarin e njohur Elton John pasi avioni i tij privat me të cilin udhëtonte drejt New Yorkut pësoi një defekt në sistemin hidraulik dhe për këtë arsye bëri një ulje të detyruar. Këngëtari 74 vjeçar po udhëtonte nga aeroporti Farnborough në Hampshire për një koncert në New York, kur piloti njoftoi ndërsa dolleshin mbi Irlandë se duhet të ktheheshin menjëherë për shkak të një defekti. Më pas, piloti njoftoi në radio kullën e kontrollit se duhej të bënte ulje të detyruar dhe kërkoi skuadrën e zjarfiksëve në pistë, por paniku nuk përfundoi këtu. Pavarësisht problemeve, avioni dështoi të ulej 2 herët e para, për shkak të erërave të forta që arrinin deri në 120 km/h. Këngëtari tregoi se ishte të rënditur shumë nga kjo ngjarje. Megjithatë, ai nuk humbi kohë dhe mori një tjetër avion për të qenë në kohë për koncertin në Madison Square Garden. Presidenti Vladimir Putin tha se interesat e Rusisë për sa i përket çështjeve të sigurisë nuk janë të negociueshme. Megjithatë, pranoi se është i gatshëm për zgjidhje diplomatike për problemet më të vështira. E shohim se si po vështirësohen gjërat në arenën ndërkombëtare, rreziqet dhe sfidat që na kanë dalë përpara, si kërkesa për të dobësuar sistemet e armatimeve tona ose aktiviteti ushtarak i bllokut të NATO-s, tha Putin në një fjalim televiziv të publikuar nga Kremlini. Në të njëjtën kohë, kërkesat e Rusisë për të ndërtuar sisteme të pandashme dhe të barabarta sigurie për të mbrojtur të gjitha shtetet nuk kanë marrë përgjigje. Putin shtoi, vendi ynë është gjithmonë i hapur për dialog të ndershëm dhe të drejtpërdrejtë, për gjetjen e zgjidhjeve diplomatike për problemet më të vështira. Por e përsëris, interesat e Rusisë dhe siguria e qytetarëve tanë nuk janë të negociueshme, prandaj ne do të vijojmë të zhvillojmë dhe të përmirësojmë ushtrinë dhe marrinën tonë për të siguruar që eficiencë e tyre të rritet dhe që të jenë të pajisur me teknologjinë më të fundit. Deklarata vjen në një kohë ku tensionet mes Rusisë dhe Perëndimit janë në pikën më të lartë pas vendimit për të futur trupa në Ukrainë. Rusia miratoi marrëveshje bashkëpunimi me të ashtu quajturat Republikat Popullore të Luhanskut dhe Donetskut, territore që në fakt janë pjesë e shtetit të Ukrainës. Kievi pretendon se Putin ka futur tashmë mbi 10.000 trupa në territorin e saj dhe frika për një pushtim të plotë mbetet e lartë. Si kundër përgjigje këtij veprimi, Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën sanksione të forta kundër bankave ruse dhe oligarkëve të lidhur me Putin, ndërsa Gjermania pezulloi procesin e certifikimit të gazsjellësit Nord Stream 2, që do të dërgojë gaz rus në vend. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ lajmësh. Unë ju falenderoj për kohën dhe vëmendjen tuaj. Bashkë ndajemi këtu. Mirupafshim.